Shikues të radio televizionit të UTA, ne u rikthyem në studio për të vijuar tashmë edhe me temën dhe të ftuarin e këtij mëngjesi. Sezoni turistik në Ulqin po afrohet dhe përgatitjet në plazhet vendese janë duke u bërë. Në të njëjtën kohë vëmendjen po tërheq edhe bashkëpunimi i nënshkruar së fundmi mes Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në fusha të ndryshme, përfshir investime dhe turizëm. Kjo ka ngjall shqetësime në komunitetin lokal, sidomos tek pronarët e plazheve, për ndikim që mund të ketë në zhvillim dhe pronësinë vendese. Për të folur më shumë rreth këtyre zhvillimeve, sot në studio kemi ish-pronarin e plazhës Adriatika dhe sekretari i shoqatës së qiramarzëve të Ulqinit, zotri Albert Kastrati. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi dhe ju, faleminderit për ftesën. E dim që jemi tashmë, nesër është edhe festa e 1 Majit dhe patjetër gjithmonë është hapja zyrtare, mund të them kështu, edhe sezonit turistik. Më tregoni si jeni përgatitur dhe si keni përballuar këto ngjarjet e fundit ju si plazhist dhe qiramarrës. Siç e dini, situata në vijim, domethënë 1 muaj në fundit, ka qenë jo e kënaqshme për ne. Ne si nën pronarët e plazheve, si thatë edhe jo ish pronarët, se firma e zotri Allabarit, domethënë Eagle Hills Montenegro, ka marrë pjesën domethënë tenderin dhe i ka fitu këta 9 plazha. Ajo ka marrë pjesën 19 plazha, që është në fillim nga fillimi i plazhit madh deri domethënë dikon 30-40 kilometër të plazhit madh. Edhe plazhi jon fatkeqësisht, domethënë zoti Allabari me Eagle Hills ka qenë i rangumi i pari, sipas çmimit, domethënë na jena tash në rang 2, kështu që jena një situatë shumë pa kënaqshme dhe nuk tani nuk dim se çka ka më ndodhur me ne. Edhe domethënë në publik e kanë shpallë se ai do t'i rikthejnë plazhat, por deri tani ala s'kemi asnjë fare informator se si do të bëhet ajo. Përveç kësaj që je duke na treguar, cilat janë ato sfida kryesore që pronarët e plazheve janë duke u përballur dhe çfarë presin ata nga qeveria dhe nga institucionet më të larta? Si nga fillimi, ne jemi shumë të pakënaqur me çmimet fillestare të qirave të plazheve. Kemi ba dhe 2-3 proteste, si domethënë ishte edhe publiku i informuar. Kështu që, por edhe një moment i ri për ne ka qenë edhe pjesëmarrja e kësaj firmes atë ditë kur ka qenë tenderi. Tenderi në fillim ka qenë i parapam me 3 mars. Është shty tenderi për 1 javë ditë, domethënë për 7 ditë, brenda aty në 7 ditëve kjo firma i ka rregullu komplet dokumentacionin që më mujtë me marrë pjesë në tenderin. Si ndikon në një projekt i tillë te pronarët lokal të plazheve, ka frikë për humbjen e tokave apo kontrolli mbi resurset e tyre? Për pronarët e plazheve ne kemi domethënë në qiramarrje kemi një pjesë për Buzdetit, plazhi dhe 100 metra prapavi. Ajo nuk është model dhe pjesa ku duhet mu ndërtu, por prapavia ku janë tokat prona private dhe prona shtetënore, ata si bazë të atij projektit që e kena pa, domethënë vetëm me një fotografi, ai projekt do të jetë megaloman dhe nuk do të jetë i pëlqyeshëm për vendin ton. Unë mund të them se jam edhe kryetari i bashkisë lokale të Shtojit. Disa pjesë, domethënë disa toka private janë në restitucion dhe deri tani ala nuk është kryer ai proces dhe si bazë të ligjit të ekspropriimit, domethënë kur të jetë një farë projektit ose një farë modelit me një si thonë, s'po ditesh nuk po mund të kujtohem të se si thonë vishek interesa, vishek januk interesa, më të lartë, aty vjen në konsiderim vetëm ligji i ekspropriimit. Aty do të vinë si e kena në informatën, aty do të vinë këta që e bajnë atë shiqimin asaj tokë dhe ja japin një çmim, një vlerë, i cili do të jetë e përbashkët për gjithë.
edhe në momentin kur të merret ajo tokë, ta caktojnë çmimin, edhe ti o do të merresh o do të lesh. Edhe i ke gjyqjet më në kund gjyqjeve. Kështu që është një farë situate shumë e pakënaqshme edhe për vendas, edhe për qirëmarrës. Vetëm të sqaroj një gjë, se kur kena bë kontratat këto vite, ka qenë një klauzullë aty në kontratë që në rast se vjen ndonjë investitor me investim, domethënë me interes të lartë, na do të tërheqena, por jo me ardhë e me na konkuru në për plazha pa u bë askur një farë fjalë, domethënë masanej i shpall se pa konsultim me komunitetin lokal, se pa konsultim me komunitetin lokal nuk mund të dinë as shteti se çka i konvenon komunitetit lokal. Edhe ne jemi banorë që jetojmë aty. Patjetër edhe të gjithë nga Ulqini patjetër edhe jetojmë nga sezoni turistik. E dim edhe na tregove që në fillim të kësaj bisede që qytetarët e Ulqinit kanë bërë disa protesta në Ulqin, por edhe para kuvendit të Malit të Zi. Më tregoni sa janë kundër këtij bashkëpunimi me investitorin nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe cilat janë arsyet kryesore të këtij qëndrimi për ta? Mendimi jem personalisht është se qytetarët shumica ala nuk e kanë kuptuar seriozitetin e këtij mega projektit. Se planet janë të bamuna para shumë vite, para 10 vite, 15 vite, dhe janë modelet se cilet komunët mund ndërtu. Dhe më thanë janë pjesë që është parapame për ndërtim dhe pjesë e gjelbërt. Por si që keni pa dhe ju në medje, ai projekt ishte megaloman, dhe më thanë fillon prej në fillim, prej ku mbarojnë të hotelet në plazh Malla deri te Lumi Buna. Patjetër është edhe një problematik tjetër që është e thënë që do të jetë edhe për 99 vite. Po. Si që jemi edhe na, dhe me thanë, e dim se si kaluar me karizmen. Karizme është një asaj farë modelit, se si do të bëhet edhe këto. Ajo ka me qenë pjesë rezervuar për mësafirt e atyne objekteve dhe për asken tjetër. Se si që dini edhe na si vendali, si vendas më dash me shku me ba plazh aty në plazhin e tyne, në të kompleksin e tyne do të pagojmë 80 euro, 100 euro, si çdo turist tjetër. Përveç këtij fakti që është duke ndodhur në qytetin e Ulqinit, si mendoni që do të vijojë sezoni turistik, sepse vitet e kaluara ulqinakët gjithmonë janë përgatitur që festa e 1 majit ta bëjnë zyrtarisht hapjen e fillimit të sezonit turistik. Por kësaj radhe nuk ndodhi ashtu. Si mendoni që do të jetë ky sezon? E vërtet se edhe aktivitetet e pushtetit lokal kanë qenë të vitet e kaluara, kanë qenë në përgatitjen e, domethënë, këtij manifestimi të fillimit të sezonit turistik. Kështu si mjet besoj se unë nuk jam pushtet lokal, por besoj se ata aktivitete mungojnë për rastin e kësaj marrëveshjes Malit Zi me Emiratet e Bashkuara Arabe. Me Emiratet e Bashkuara. Si që shihet në për qytet, besoj se ishte një farë fillimit i pëlqyeshëm, por se ne du të më përgatit. Nuk jena ala të sigur se çka ka më ndodhë me ne. Kështu që edhe disa kolegët e mi që i kanë fituesin në rang të parë, dhe më thamë në tender, i kanë ba ata para përgatitjet, kanë pagu kistin e parë, i kanë sigurua garancionet e bankës, dhe më thamë garancionet duhen për me ba kontratën, me nënshkruar kontratën, dhe dje në kontakt me një koleg, a i ka sigurua të gjitha, edhe e ka thirrë atë njeriun që punon jurist, që merret me këta kontrate, i ka thënë, ala nuk e dim se kur mundeni me ardhë me nënshkruar kontratën, dhe me thanë komplet i ka sigurua, a i sot ka lyp me shku me marrë kontratën, dhe një ashtu e ka fitu përgjigjen, se i ka thënë do të fillojmë me punu, si me fillunëm pa kontratë. Dhe me thanë ishtë një farë haosit, nuk e di se
Sa pritet, sa mendohet që do të jetë ky afati kohor për të startuar me plazhet dhe me punën? Çfarë thuhet? Plazhet duhet me qenë të vendosuna me 1 maj. Po. Do të thonë me qenë funksion. Si çdo vit tjetër. Ajo do të thonë me vendos do të thonë atë mobiliarin, çadrat, balldakinat, do të thonë shpëtimtar me qenë në punë të vet, dhe me qenë ajo do të thonë baza. E vogël nuk është të thonë se do të hapsha dhe restorantin, për ai që të vinë atë me bë plazha se më la me pushuaj, ka që me pi një kafe, një ujë, një çka do. Do të thonë 1 maj, që nesër është 1 maj, besoj se as 10% të plazhave nuk janë në funksion. Shpresojmë që kjo situatë të rregullohet sa më parë, sepse për qytetin e Ulqinit është një situatë jo pëlqyeshme, sepse të gjithë ne jetojmë nga turizmi. E vërtet. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit Ditë e Re dhe faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju për